Në skenën e artit botëror, emri i Irena Papas është një emër që mban peshën e mitit, e njohur për interpretimet e saj të fuqishme në filmat antik dhe klasik. Ajo mbetet e skalitur në kujtesën e publikut si Penelopa e Takos, gruaja që priti Uliksin me dignitet e përkushtim. Por përtej skenës dhe ekranit, Irena Papas ishte një figurë shumë më komplekse, një gruaj që mbarte në shpirtin e saj ndikimin e thellë të natyrës, filozofisë dhe identitetit të përzierë mes kufive të kombësisë. Në një intervistë rrallë dhe thellësisht personale, Irena rrëfen për fëmijërinë e saj, ndikimin e babait dhe fillesat e origjinës së saj, që flasin për një lidhje të mundshme me Shqipërinë. I mat ishte profesor i greqishtes, dashuronte natyrën dhe jetesën në shëndosh, përçmonte ambientet e ndotur andaj braktisja Athinën për të jetuar në një vend të pastër e të qetë, kujton ajo. Kjo ndihmëri ndaj ambientit dhe mënyrës së jetesës nuk ishte thjesht zgjedhje, por filozofi e tërë jete, një jetë larg pushtetit, larg dogmave dhe më afër ajrit të pastër të maleve. Baba i saj, një burrë i thellë shpirtërisht, mbante gjithnjë me vete filozofët më të mëdhenj. Në një xhep mbante Platonin, në tjetrin Aristotelin, ose ndonjëherë Shakespearein dhe Goethen. Më vinte parishtur nën hund, sa më bësh të uhryeshëm. Thot Irena me një buzëqeshje ironike që zbulon dashurinë dhe lodhjen e një familje përballë pasioneve të pakufishme të prindit. Kjo marrëdhënie me filozofinë dhe natyrën u shndërrua në themelin mbi të cilin u ndërtua personaliteti i saj. Por ajo që e bën këtë rrëfim edhe më interesant është një detaj që shpesh mbetet në hije, përkatësia e saj etnike dhe rrënjët e përzira. Kur gazetarja i vë re ngjyrën e errët të lëkurës dhe pyet pse është kaq e zmere, ajo përgjigjet me një sinqeritet të rrallë. I ngjarë si me moje, ajo është e zmere si unë, vjen nga Epiri, ndërsa i mat, sipas gjasave vinte nga Shqipëria, ndoshta jam shqiptare ose gjysmë shqiptare. Ky po imi përpritur por i thellë në thelb, shpalos një anë tjetër të Irena Papas, një lidhje e heshtur por e thellë me rrënjët e saj shqiptare. Në fakt, Peloponezi, siç e thot ajo vetë, është përplot me shqiptarë dhe nëna e saj, edhe pse greke në identitet kishte nevojë të mësonte greqishten, një tjetër dëshmi e përzierjes kulturore që ka karakterizuar për shumë kohë rajonin. Për te famës së saj ndërkombëtare, Irena Papas nuk ka qenë asnjëherë vetëm një aktore, ajo ka qenë një figurë filozofike, një mendje e lirë që sfidonte kufitë e zakonshëm të identitetit kombëtar dhe shoqëror. Ajo përçmonte çdo formë pushteti, qoftë shtetëror apo fetar. Aq sa kur u mor në fëmijëri, babai i saj refuzoi ta çonte në qytet. Nëse vdes, të varros unë, e kishte thënë. Kujton se priftisht më mirë se unë. Ky kujtim i hidhur, por i mbushur me krenari, tregon një filozofi që nuk njeh autoritetet të imponuara, një mënyrë jetese ku njeriu është vetë përgjegjës për jetën dhe vdekjen, por edhe për moralin dhe arsyen. Në fund, Irena Papas nuk ishte thjesht Penelopa që priste në qendisje kthimin e burrit. Ai ishte vetë Penelopa e përhershme, lidhur me tokën, me pyjet, me gjuhën, me filozofinë, me traditat që shkojnë përtej kufive të shteteve. Një gruaj që në heshtje në rolet e saj, në jetën e saj, bartë me vete hijen e Epirit dhe gjakun e Shqipërisë, një mbretëresh e skenës, por edhe vetvetes.